Ka 5 pasione dhe të gjitha ekstreme. Është speleologe që zhytet në përshpella, është alpiniste, është zhytëse në thellësi të mëdha, është përdoruese e biçikletës dhe hipiste. Dorarda është një prej përfaqësuesve të shoqatës speleologëve të Shqipërisë. Kush është më i vështirë nga të 5 profesionet? Më i vështirë, gjithsecili rast kur ke përshpëtuar jetën e dikujt. Rastet kur ke përshpëtuar jetën e Ajo është dikujt. gjë më e vështirë sepse është përgjegjësi e madhe, edhe ajo është diçka që mund ta bësh vetëm me pasion dhe me dëshirë më të madhe për ndihmuar. Të 5 këto gjëra i ke me të njëjtin pasion? Po, të vërtet po, por speleologjia është ajo që zë hapësirën më të madhe tani. Me gjithë to hekura, jesh për gjithkohën kur Dhe me çantën e shpinës. edhe me çantën e shpinës, këto do të mbrosh. Po kush ka qenë pasioni i parë fare? Ngjitja në mal, Ngjitja në mal. alpinizmi. Po zhytjen? Pastaj ka qenë edhe biçikleta dhe zhytja ka qenë e treta e katërta. Deri në çfarë thellësie zhytesh? 30 metra. Deri në 30 metra. Dhe ngjitesh deri në çfarë mali e ngjitur lartësinë më të madhe? Mbi 3000 metra. Mbi 3000 metra. Nga 3000 metra në minus 30 metra është një prej gocave më pasionante që kam parë për sportet ekstreme. Dorarda, faleminderit shumë. Tani po lëvizë 1 metër ti do të kërcasin gjitha këto lëviz. Përsa se patjetër. Ja.